Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi afdalus salati wa atamut taslim. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit, atë falenderojmë vetëm prej Tij, ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahut i lutemi të na ruaj prej skeqjes së veteve dhe veprave tona, cili ndo që Allahu udhëzon në rrugë të drejtë nuk ka kush ta devijojë, cili do që devijon nga e drejta nuk ka kush ta udhëzojë atë as kush tjetër përveç Allahut. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Zotit vetëm pa shok. Dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i Tij. Përmendëm vëllezër në mësimin e kaluar, vazhdojmë të jemi në temën e cila lidhet me Kur'anin dhe cilësinë e të folurit të Allahut subhanahu wa taala. Përmendëm jemi në parathënjet që tham para se të futemi në shtjellimin e fjalëve të autorit. Dhe tham që do të përmendim këtu 5 parathënie para se të futemi në diskutimin që ka pasur ehli sunneti dhe xhamati me grupe të cilët dëshmuan se Kur'ani është i krijuar dhe se nuk është fjala e Allahut. Pra ka grup që pohojnë këtë lloj besimi. Dhe tham që origjina e këtij besimi, pra përmendëm në mësimin e kaluar prej parathënieve, tham që origjina e këtij besimit pra vjen nga besimet jehudie, pra nga besimet e xifutëve, dhe se nuk ka bazë në besimin islam, mirë po është futur si smundje prej jehudive, domethënë xifutëve. Tham gjithashtu që argumenti me të cilën devijuan ata të cilët e morën këtë lloj mendimi, pra mohuan cilësinë e të folurit të Allahut subhanahu wa taala, ishte si shkak i një argumentimi filozofik. Një argumentimi filozofik që ato e madhëruan, domethënë, dhe ato e bën bazë dhe lanë mbrapa shumë ajete dhe hadithe. Gjithashtu përmendëm se shkaku kryesor që ato humbën ishte pikërisht përngjasimi, sepse ato e përngjasuan Allahun me krijesat. Vazhdojmë në këtë mësim me parathënien e 4, dhe është thjesht për të përmendur vëllezër që dikush mund të thotë, shiko, ky diskutim, pra kjo sprov dhe kjo fitne se Kurani është i krijuar, është e vjetër. Më thoni ka ik koha dhe nuk përmendet sot. Themi që kjo me të vërtetë është sprov e vjetër. Më thoni kjo ka ndodhur në shekullin e 2 të Hijrit. Edhe duhet kemi parasysh që ka qenë e vjetër, edhe sprova dhe fitnja madhe që ndodhin atë kohë u shuajt, mirë po ky mendim se Kurani është i krijuar nuk ka hik. Ke prej tyre sot në kohën tonë që e pohojnë haptazi. Prej tyre ne kemi Zejdijet. Gjithashtu prej tyre janë Huthitët. Këta thojnë haptazi, Kurani nuk është fjala e Allahut, është i krijuar. E shprehin domethënë haptazi që Kurani është i krijuar. Rafidit thonë që Kurani është i krijuar. Ibadijet, pra janë një sekt gjithashtu, thonë dhe shprehin haptazi që Kurani është i krijuar. Edhe kanë programet e tyre, kanë librat e tyre, kanë mundin e tyre, edhe lavdërohen në programet e tyre, pra ato thirrsat që kanë i ngrenë dhe i madhërojnë dhe i lavdërojnë. Edhe njerëzit që nuk kanë formim dhe nuk kanë stabilitet, po themi, nuk kanë rrënjosje në fe, normal që mund të ndikohen edhe duke e pa këtë lloj ngritje që i bëhet thirrsave tyre, kur ato dalin me një fjalë, thonë që Kurani është i krijuar, pra kjo të shon që dikush mund të sprovohet. Edhe nuk ka mbaru ky lloj, pra ajo fitnë, edhe pse ka qenë e vjetër, ama ka lënë ndikim. Ka lënë ndikim. Përveç kësaj, këto që përmendëm shtojnë dhe i bela tjetër që thonë Allahu nuk do të shifet në ahiret. Nuk ka për ta pa njeri Allahun subhanahu wa taala.
si kanë qenë selefët, dietarët e selefit, ndërkohë që dilte në një devijim, siç është ky lloj devijimi. Arrinin ato, domethënë, komën për mi kom, edhe thoshin hajt përdesa pa e sqaroj njëri, s'po flasun. A foli filani, s'ka gjë, domethënë e ka kryer ai detyrën. Apo ishin selefët që çoheshin gjithë secili e thonte që besimi e ehlisunnetit është ky edhe nuk ka besim tjetër. Vallahi vëllezër, selefët kanë qenë aq të zellshëm në përhapjen e sunetit, saqë edhe pse dikush e ka shkruajtur në libër, sikur se e ka përmendur Imam Tahawi, që Kurani, do të thonë, është fjala e Allahut i zbritur dhe jo i krijuar. Prej tij filloi, prej Allahut filloi dhe tek ai kthehet. Dhe këtë lloj fjale e kanë thonë me mira prej dietarëve të selefëve. Pra nëse do ishte çështja që mjafton që e ka përmend njëri, mos sa përmendim në të tjerët, do kishin hesht shumica. Për të cilë Lalikai, një prej dietarëve të ehlisunnetit, dhe ka një libër të madh, pra që shpjegon bazat e ehlisunnetit, thot, pra përcjell nga më shumë se 550 dietarë të Islamit, prej tyre 100 janë imam të mëdhej kollos të Islamit, të gjithë thojnë se Kurani është fjala e Allahut e zbritur, jo e krijuar, dhe kush thot se është e krijuar, ai është jo besimtar. Tu kanë për qëllim Xehmit apo Mu'tazilit. Ndërsa për Esharit ka një lloj gjykimi tjetër, pasi Esharit, domethënë, sikurse do vim, nuk përputhen fiks me këta në çështjen e cilësisë, ama në këtë çështje janë të njëjtë. Këto që përmendëm e besojnë, domethënë, për këtyre grupeve të devijuara, e besojnë dhe e shprehin, domethënë, pa doreza, si thënë, që besimi jonë është që Kurani është i krijuar, kështu thonë ta. Mirë po, nëse do të flasim për ato që e besojnë këtë lloj besimi, mirë po nuk e shprehin drejt për drejt, ke Esharit. Ata gjithashtu besojnë se Kurani është i krijuar. E pranojnë apo nuk e pranojnë, domethënë, deshen apo s'deshen. Besimi dhe interpretimi që ato bëjnë të çojnë në mendimin edhe në fjalën se Kurani nuk është, domethënë, fjala e Allahut në të vërtetë, mirë po është i krijuar. Pasi ato thonë që Kurani që ndodhet midis kopertinave të mushafit, pra kjo që kemi ne, nuk e ka folë Allahu këtë thënë. Kjo nuk është diçka që ka folë Allahu. Sepse ato e krahasojnë fletët, boja, nuk mund të jetë kjo fjala e Allahut. Fjala e Allahut, thonë ato, është një kuptim që ndodhet në veten e Allahut dhe Allahu e ka kriju ose në Lauhul Mahfuz, dhe e ka marrë Xhibrili alayhis salam dhe e ka përcjell profetit sallallahu alaihi wasallam pjesë, ose thjesht që kanë folur, pra ato kanë përdor një shprehje, pra kjo që ndodhet në mushaf kanë thonë është shprehja e fjalës së Allahut dhe nuk është fjala e Allahut. Pasi ato e mohojnë që Allahu të ketë fol, pra ta ketë fol Allahu këtë Kur'an. Ose si Kullabijet dhe Maturidijet që thonë kjo është tregues, kanë një fjalë tjetër, thonë është tregues i fjalës së Allahut dhe nuk është vetë fjala e Allahut. Pasi të gjithë këto mohojnë që Allahu të ketë folur, subhanahu wa taala. Mirë po, këta besojnë që fjala është prej cilësive të Allahut, po është një cilësi, pra është një kuptim i brendshëm, thënë, që qëndron në veten e Allahut dhe nuk ka një, domethënë, një realizim të jashtëm, pra që Allahu të ketë folur. Përfundimi, ato thënë, nga surja Fatiha dhe deri te surja Nas, nuk e ka folë Allahu, por se e ka folë krijesa, qoftë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam apo Xhibrili. Pra, çështja kthehet se ky Kur'an është i krijuar tek ata. Pra, deshen s'deshen, përfundimi këtu të çon. Edhe këtë e pohon në mënyrë të qartë, pra, shumë prej sharive e pohojnë këtë gjë në mënyrë të qartë. Kryesori që e shpreh, domethënë, qartë është Razi, i cili thotë mosmarrveshja që ne kemi me Mu'tazilit, sepse Razi ishte prej Esharive. Edhe thotë mosmarrveshja që ne kemi me Mu'tazilit, thotë,
është thjesht mosmarrveshje formale, pra është në termat që kemi përdor dhe jo në realitetin e mosmarrveshjes. Sepse thot, pra në faktin se ky Kur'an nuk është me të vërtetë fjalë e Allahut, kështu thonë ato. Razi thot, ne dhe Mu'tazilit bim dakord që ky Kur'an nuk është fjalë e Allahut dhe se Allahu nuk ka fol me të në të vërtetë. Pra nuk e ka fol Allahu këtë Kur'an. Kurse mosmarrveshja e vetme që ne kemi, pra në këtë çështje, me Mu'tazilit thot, është në faktin se kjo cilësia e të folurit, a gjendet tek Allahu apo jo. Ndërkohë që esharit thonë po. Cilësia e të folurit, pra fjala është një kuptim, është një cilësi e Allahut dhe është një kuptim që ndodhet në veten e Allahut dhe nuk ka një realizim të jashtëm, pra nuk flet, nuk ka fol Allahu. Ndërsa Mu'tazilit e mohojnë kategorikisht dhe këtë cilësi, thonë jo, nuk ka diçka tek Allahu që quhet fjalë. Por se fjala është një krijesë e jashtme, thonë që Allahu e ka krijuar dhe e ka quajtur fjalë. Pra këto e mohojnë komplet cilësinë tek Allahu, kurse esharit e pohojnë, mirë po, në fund dalin që Allahu nuk ka fol, edhe pse e ka atë lloj cilësie, pra që ato e thonë është një kuptim i brendshëm që ndodhet tek Allahu, pra një kuptim në veten e Allahut dhe jo fjalë, domethënë e folur. Mirë po, këtë gjë esharit nuk e pohojnë haptazi, vetëm se në disa libra apo në mësimet që mund t'i kenë, domethënë të mbyllura. Pra, kjo që është e mushafi thënë, është vetëm fletë dhe boj. Fletë boj, domethënë, pra është fjalë e krijuar, kurse fjala e Allahut është diçka që ndodhet në veten e tij. Edhe mas gjithë kësaj, ndërkohë që esharit përbëjnë për të ardhur keq një pjesë të madhe të umetit sot. Edhe pas gjithë kësaj thuhet që ky, më thënë, është një lloj sprove, po themi, që i ka hik koha, kanë kalu vitet edhe ka qenë thjesht një ngjarje në histori dhe tani nuk ndodhet më. Realisht, më thënë, është për të çudit, sepse esharit kanë, siç thash, përbëjnë një pjesë të madhe të umetit sot dhe kanë aktivitet, kanë libra, kanë kanale, kanë faqe, shumë e radhë, edhe thrasin në këtë bindje tyre. Edhe thuhet që kjo është një fitnë që ka qenë dikur dhe nuk është më. Realisht kjo nuk është prej zgjuarsisë apo prej largpamësisë, domethënë që të lihet, ndërkohë që e përmenda që selefët nuk e linin me kaq. Nuk mjaftoheshin fakti që hajtë se ka i libër. Realisht duhet të rrënjoset ky lloj besimi në mendjen dhe në zemrën e çdo muslimani. Pra e mësove sot, mësoja shokut, mësoja fëmijës, të rritet me besimin që ky Kur'an është fjala e Allahut dhe se Allahu e ka fol dhe se është i zbritur dhe nuk është i krijuar. Parathënia e pestë është një përmbledhje e shkurtër rreth fitnes dhe sprovës që ka ndodhur për këtë çështje, pra sprova e krijimit të Kuranit. Siç tham, kjo ka ndodhur në shekullin e dytë të Hijri. Pra ka ndodhur midis vitit 218 dhe 237 të shekullit të Hijrit. Pra nuk ka qenë shumë e gjatë, pra më pak se 20 vite. Pra nuk janë bërë 20 vite me këtë lloj sprove. Fillimi i kësaj sprove, shiko, edhe pse nuk ka qenë e gjatë, po subhanallahu, po ta shikosh e përmenëm, ndikimi që pati ishte i madh. Sot e kësaj dite vazhdon ky lloj mendimi që qëndron tek disa njerëz. Fillimi i kësaj sprove ndodhi në kohën e Ma'mun ibn Harun al-Rashid, pra një nga halifët e dinastisë Abaside. Pra Ma'muni ishte djali i Harun al-Rashid. Harun al-Rashid ishte prijes i cili ka qenë në sunet. Dhe subhanallah, ky Ma'muni, pra djali i këtij, ishte i pari prej prizve të muslimanëve që e ndryshoi
dhe doli dhe devijoi nga suneti, pra nga tradita e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të selefëve. Madje, asnjë para këtij nuk e ka thonë këtë, pra nuk kanë qenë të gjithë në rrugë të saktë, jo vetëm tek Abasidet, po edhe tek Emevitët. Pra që të gjithë kanë qenë në sunet, dhe ky ishte i pari, prej prisve, prej halifëve të Islamit në atë kohë, që e ndryshoi, dhe i ndryshoi fenë e saktë dhe sunetin njerëzve. Bashkoi subhanallahu midis xehmizmit, shiizmit dhe i'tizalit. Arsyeja sepse shikonte shpesh në librat e filozofëve, lexonte librat e filozofisë dhe ulej me dietar e devijuar, sikurse është Bishr el-Merisi, që ka qenë nga kokat e asaj sprove që ndodhi në kohën e Imam Ahmedit, dhe llogaritej madje nga nxënësit e Bishr el-Merisit. Aq shumë rrinte me Muni, pa ky prijes, aq shumë rrinte me Bishr el-Merisi, saqë u llogarit prej nxënësve të tij. Bishr el-Merisi nuk ka qenë një dietar i madh, s'ka pas një dije. Madje edhe në gjuhën arabe, kishte gafa, kishte gafa dhe nuk ka pas pastërti apo retorik të madhe në gjuhë. Gjithatë, me Muni çuditërisht, u befasu prej këtij, u mahnit. Pra nga gjërat që ky thonte, se si tham, ai ishte ndikuar nga librat e filozofisë, edhe idetë që ky solli e mahnitën atë, derisa e mori me shumë zell, këtë lloj ideje që i futi Bishr el-Merisi për këto ide të devijuara, e mori me shumë zell dhe filloi ta përhapte me të madhe faktin se Kurani është i krijuar dhe filloi t'i sprovonte njerëzit me këtë lloj devijimi. Dhe e çuditshme është që kjo ndodhi në fund të jetës tij. Pra, siç tham, kjo sprov kohëzjatjen e kishte pra nga viti 218. Dhe gjithashtu ai në vitin 218 ka vdek. Pra e filloi, po subhanallahu nga fundi i jetës vet e mori me të fortë këtë lloj sprove tek njerëzit, edhe vdiq. Mirë po para se të vdiste, subhanallahu e përhapi këtë fitne dhe këtë bela tek njerëzit e kohës vet. I dërgonte njerëzit e vet, ato ushtarët, punëtorët e vet, me i sprovu njerëzit dhe i thonte që t'i kërkojnë me dëshmu se Kurani është i krijuar, dhe kush e kundërshtonte atë e ndëshkonte rënd, ndëshkonte me ndëshkime të rënda, Edhe subhanallahu nga gjërat që ka bë, është që shkruajti, pra thjesht t'i rrënjoste njerëzit me besimin e gabuar se Kurani është i krijuar, urdhëroi që të shkruaj tek dyert e xhamive. La ilaha illa Allah, Rabbul Qur'ani wa khaliquhu. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Zoti i Kuranit dhe krijuesi i tij. Kështu shkruajti tek dyert e xhamisë, vetëm që njerëzit të rrënjoseshin se Kurani është i krijuar dhe se nuk është fjala e Allahut. Vdiq në këtë gjendje subhanallahu dhe në këtë besim dhe e këshilloi vllajën e tij El-Mu'tasim ibn Harun al-Rashid që të kapej fort me këtë besim. Dhe e këshilloi që të mbante afër Ahmed ibn Abi Duadin. Ahmed ibn Abi Duad nga kokat e kësaj fitneje. Gjithashtu ishte nga ato, që ishte nga kokat e kësaj fitne dhe normalisht që ndikoi shumë tek El-Mu'tasim, sepse El-Mu'tasim tregohet që nuk ka qenë prej personave që lexonte. Madje e kuptoi Harun Rashidi kur e çonte, një nga ngjarjet që tregohet për Mu'tasimin, e çonte tek mësuesi për të mësuar, edhe ndodh që i vdiq mësuesi. Edhe shkon tek baba vet edhe i thot elhamdulillah, thot vdiq mësuesi, thot dhe më liroi Allahu prej tij, thot. Aty e kuptoi baba vet që ky nuk e kishte pasion çështjen e leximit e çështjen e dijes. Kështu që e futi me mësuar gjëra të tjera. Pra ushtrinë këto e stërviti dhe
normalisht që u ndiku, pra nuk ishte prej personave që i shikonte që mund t'i ndante gjanat, domethënë, dhe normalisht u ndiku nga Ahmed ibn Abi Duad. Vijon faza tjetër, domethënë, e kësaj sprove, edhe që ishte në kohën e Mu'tasim ibn Harun al-Rashid. Pa njësoj si vllai vet, edhe Mu'tasimi i dënonte ato që e kundërshtonin fjalën e tij se Kurani është i krijuar. Gjithashtu në kohën e Mu'tasimit ka ndodhur ngjarja e madhe e sprovës dhe ndëshkimit të Imam Ahmedit dhe Mu'tasimi në fund të jetës vet, pasi bëri atë që bëri me Imam Ahmedin dhe dënimin që e ka dënu, filloi të toleronte dhe nuk është marrë më me çështjen e krijimit të Kuranit derisa ka vdek. Pas Mu'tasimit vjen djali i vet El-Wathiq ibn al-Mu'tasim. Tregon Ibn Kathiri që ky ka qenë më i rënd se sa dy tjerët. Pra ky i thriste njerëzit në këtë fitnë dhe në këtë sprovë, pra në këtë mendim të prishur ditën dhe natën. Dhe ka qenë shumë i ashpër, domethënë, shumë i ashpër me ato që kundërshtonin. Pas këtij vjen vllai i tij El-Mutawakkil ibn al-Mu'tasim. Dhe me mirësinë e Allahut, pastaj me mirësinë e këtij prijesi u largu kjo fitnë, pasi ky, pra El-Mutawakkil, e donte sunetin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe e mbylli këtë fitnë dhe urdhëroi që mos flitet më për këtë çështje. Imam Ahmedin, Allahu mëshiroft, e afroi, e nderoi dhe i largoi domethënë muslimanët prej kësaj fitnë. Nëse do ta kuptosh vëlla realitetin se sa e rënd ka qenë kjo sprovë, duhet kesh parasysh diçka. Të gjithë ato dietarë që u sprovun, qofshin 10 apo 100, të vetmit që i kanë bë ballë dhe kanë duru dhe nuk kanë pranuar ta shprehin fjalën se Kurani është i krijuar, qoftë drejt për drejt apo qoftë në mënyrë tërthorazi, kanë qenë vetëm 5. Tregon Ibn Kathiri. Pra nëse do ta kuptosh se rënd kanë qenë, të gjithë dietarët e tjerë përveç këtyre 5-ve, do thonë, zgjodhen rrugën e lehtësimit për të shpëtuar nga kjo sprovë, ose e thanë fjalën që ju kërku në mënyrë drejt për drejt, ose zgjodhen me bë loj fjalësh, ama ranë pjesë e sprovës. Disa prej tyre janë kërcënuar rënd, pra derisa janë kërcënuar me vrasje, e disa tjerë janë kërcënuar me më lehtë. Për këtë arsye Imam Ahmedi nuk e ka pranuar prej gjithëve justifikimin. Pra i kanë thonë, ka ndodhur kështu Imam, edhe nuk i ka justifikuar. Pasi Imam Ahmedi kuptohet u sprovu rënd prej tyre. Ndërsa ata që e kundërshtuan haptazi, sikurse e përmend Ibn Kathiri, e kundërshtuan haptazi këtë mendim dhe i qëndruan, do thonë, mendimit të saktë të ehli sunnetit me forcë, këta ishin vetëm 5, sikurse përmend Ibn Kathiri. I pari është El-Buwaiti. El-Buwaiti është prej shoqëruesve të Imam Shafiut. Pa që rrinte me Imam Shafiun dhe ka mësuar prej tij. Allahu mëshiroft. Vdiq në burg për shkak se nuk pranoi të thonte se Kurani është i krijuar. Nuaim ibn Hammad el-Khuzai vdiq në burg, u hodh një grop dhe nuk ju fal xhenazia. Nuaim ibn Hammad el-Khuzai, kur u burgos, përgjegjësi në burgun e tij ka qenë një nga shoqëruesit Ahmed ibn Abi Duadit, këtij thirrsi të devijuar. E duke qenë që ishte shoqërues i këtij, normalisht i kishte marrë dhe ky me zell i det e devijuar, dhe duke qenë që Nuaim ibn Hammad el-Khuzai ka qenë imam për imamëve të sunetit dhe nuk e shprehu fjalën që ata donin me dëgju, normalisht që e ka keq trajtu dhe e ka dhunu. Këtë imam të madh, kollos, mal dhe det i dijes, mësuesi i Imam Buhariut, të vdesi edhe të hidhet në grop edhe mos i falet xhenazia. Do thënë sprova vallahi vëllezër ka qenë e rëndë. Më pas
është Muhammed ibn Nuh. Muhammed ibn Nuh ka qenë nga shokët e Imam Ahmedit, Allahu mëshiroft, u vendos bashkë me Imam Ahmedin në një deve, se i thiri prijesi që ishte para mu'tasimit, i thiri el-Ma'mun. Pra Ma'muni mbasi mori vesh që Imam Ahmedi dhe shoku i tij Musa ibn Nuh nuk pranojnë ta flasin këtë lloj fjale, e bënte shpesh që ndodhte që i thriste aty në mexhlisin që ka qenë ai dhe i sprovonte aty para të tjerëve, derisa i kërcënonte me vrasje. I hypën Imam Ahmedin dhe shokun e tij Muhammed ibn Nuh, i lidhin në një deve të vetme, pra që të qëndronin ngusht, pra kjo ishte edhe ulje për ta, dhe i keq trajtonin. Subhanallah, para se të arrin në Tarsus, që ndodhet në Turqi, aty ishte Ma'muni, bëjnë dua sepse nuk donin që ta takonin, edhe i lutën Allahut që o Allah mos na tako me të. Edhe para se të arrin aty, vjen lajmi që Ma'muni vdes, kishte vdek. Edhe e shprehin gëzimin e tyre normalisht. Muhammed ibn Nuh e shpreh gëzimin edhe e dëgjojnë ushtarët khilafetit, pra ushtarët e Ma'munit, dhe e kish trajtojnë dhe e dhunojnë, dhe urdhërohet që të kthehen dhe njërë në Bagdad, edhe gjatë rrugës kthimit Muhammed ibn Nuh nga keq trajtimet vdes. Shoku Imam Ahmedit, gjë që më thonë normalisht Imam Ahmedin e hidhëroi shumë. Tjetri ishte Ahmed ibn Nasr el-Khuzai. Gjithashtu është sprovu me sprovë të rëndë ky imam. U thirr tek prijesi El-Wathiq ibn al-Mu'tasim, pra djali i Mu'tasimit, sikur se e kishte zakon që t'i sprovonte njerëzit. Mirë po, Ahmed ibn Nasr el-Khuzai ishte imam, më thonë, i vendosur. Ka qenë këshillues shumë për Allahun dhe Kur'anin dhe dërguarin e tij, sallallahu alaihi wasallam. Urdhëronte për të mirë, ndalonte nga e keqja. Ka qenë, domethënë, njeri adhuruesi i Allahut, thonë, i palëkundur. Edhe kur shkon në mexhlisin e Wathiqut, i thuhet atij, thuaj kështu, edhe ai ja shpreh qartë: besimi im është se Kurani është fjala e Allahut, i zbritur, i pakrijuar. Edhe nuk ndryshon asnjë fjalë prej kësaj. Derisa e godet Wathiq me shpatë disa herë, derisa vdes ky imam dhe urdhëron që t'i pritet koka dhe dërgohet koka e tij në Bagdad. Dhe varet diku që ta shikojnë njerëzit dhe shkruan ngjitur me kokën e tij: kjo është koka e Ahmed ibn Nasr el-Khuzai, koka i qafirit, i cili kundërshtoi khalifin apo diçka e tillë. Edhe ka qëndru koka e tij aty për 7 vite. Derisa erdhi prijesi El-Mutawakkil, që e ndryshoi gjendjen, pra që e ktheu gjendjen sunnet, e zbriti kokën e tij dhe ja bashkuan me trupin dhe u varros ky imam. Allahu e mëshiroft, e pranoft prej dëshmorëve, e qoftë i kënaq prej tij. Dhe i pesti, që është imami i madh, kryesori, i cili pati atë qëndrimin e madh të njohur dhe të lavdëruar nga të gjithë pasuesit e sunetit, Imam Ahmedi, Allahu e mëshiroft. U dërgua tek khalifi El-Mu'tasim, pra pasi u kthye në Bagdad, mas vdekjes së Ma'munit, u kthye në Bagdad, e marrin dhe njerë e dërgojnë te khalifi El-Mu'tasim, u vendos para khalifit. Ndërkohë, kur po çoi te khalifi, i kishin lidhur me zinxhir të mëdhej,
thjesht që t'ja rëndojnë sa më shumë gjendjen. Vendoset para khalifit dhe prej këtyre dietarëve të devijuar që rrinin me këtë khalif, Ahmed ibn Abi Duad dhe të tjerë. I bënin pyetje dhe i ka përballu pyetjet që ato i bënin me guxim të madh edhe me dije. Pra sa herë që ato i hidhnin një dyshim, ai i kundërshtonte, domethënë dhe ia tregonte të vërtetën. Ditën e parë i mundi, ditën e dytë i mundi më shumë, ditën e tretë akoma më fuqishëm i ka mund. Edhe të gjitha këto që unë po them tani janë të shënuara në librat që tregojnë për sprovën e Imam Ahmedit me detaj. Unë po i them thjesht dita parë, dita dytë, ato e kanë shpjeguar me detaj se çfarë i kanë thonë Imam Ahmedit dhe si ja ka kthy. Gjatë gjithë kësaj kohe, El Mu'tasim, shiko Ollezer, ky nuk është, domethënë, thjesht po i tregoj për cip tazi se nuk është mësim historie, po thjesht duhet të marrim thelbin se çfarë sprove ka qenë. Ka qenë sprove rond. Gjatë gjithë kësaj kohe, El Mu'tasim e kërcënonte Imam Ahmedin dhe mundohej që, domethënë, me bë për vete. I thotë, një herë i thonte, o Imam, thuaj kështu sepse do dënohesh apo do të ndodhi kjo. Herë tjetër i thonte, o Imam, thuaj këtë fjalë që po thras, edhe unë do të bëj ty nga njerëzit më të afërt. Do të jap poste, do të jap këtë, do të jap atë. Imam Ahmedi i ka thonë atë fjalën që e njohur, o prisi besimtarëve, tha. Më sill diçka prej Kuranit apo prej Sunetit dhe unë e them. Nëse më sjell diçka prej Kuranit dhe Sunetit, unë e them. Megjithatë, ato i sillnin, domethënë, ajete që nuk vendosen në vendin e vet, apo hadithe që nuk kuptohen ashtu siç i komentonin ata, dhe të gjitha këto dyshime Imam Ahmedi, Allahu mëshiroft, i ka kthyer me argument të fortë dhe të qartë. Kur e pa Mu'tasimi se Imam Ahmedi nuk e pranon ta thot atë fjalë, u mërzit shumë dhe e mallkoi Imam Ahmedin dhe urdhëroi që të rifet Imam Ahmedi, saqë fillojnë caktohet pra dita që do të ndëshkohej apo e njëjta ditë dhe fillojnë e kamzhikojnë Imam Ahmedin shumë, saqë krahët i dolën vendit, thënë, nga rrahjet, nga kamzhikimi, domethënë, edhe krahu i doli vendit, si më thënë. Pra jo që ju kput, po kur del vendit. Trupi u bë, thënë, me shenja kamzhikimi, sa që u rraf shumë. Thonë të Mu'tasimi biri më fort. Thënë, subhanallah, thonë që ai i cili e ka kamzhikuar Imam Ahmedin ka qenë njeri që e adhuronte Allahun shumë. Edhe thonë njerëzit të gjitha veprat e jetës vet i ka shkatruar ditën që ka kamzhikuar Imam Ahmedin, këtë imam të ehli sunnetit. Ndërkohë ai kamzhikonte fort, Mu'tasimi thonte biri më fort. Dhe u sprovoi Imam Ahmedi, Allah mëshiroft, shumë në këtë sprovë. I bind fikt, e çojnë në burg. Ndërkohë që ta kuptosh dhe njerë sa e rënd ka qenë Imam Ahmedi, imami e ehli sunnetit, përfituroje pak. Imami e ehli sunnetit, i cili gjithë jetën e vet e ka kaluar kërkim diturisë në shërbim të Islamit, duke shpërnda fen, duke shpërnda hadithin e profetit. Shkon doktori, masi çohet në burg dhe pret mishin e vdekur nga trupi Imam Ahmedit, pra mishi që ishte prerë, që ishte ndarë prej trupit për shkak të kamzhikimeve. Subhanallah. E çuditshme është që masi Imam Ahmedit i bin ndjenjat, Mu'tasimi e kapi një frikë e madhe se mos vdiste Imam Ahmedi. Edhe pyeste shpesh si është gjendja e Imamit, si është gjendja e Imam Ahmedit, thonte. Derisa mori vesh që erdhi në vete Imam Ahmedi dhe u qetësu. Pra kishte frikë të madhe se mos Imam Ahmedi vdiste, edhe ndodhte domethënë kryengritje, sepse e pa që njerëzit domethënë kishin për zemër Imam Ahmedin, pra dashuri që ja ka vendosur Allahu krijesave për robën e vet. E masi Imam Ahmedi përmirësohet, urdhëroi që të kthehej në Bagdad. Dhe mbeti Imam Ahmedi i mbyll në shtëpinë e vet, pra e ndaloi që të jepte mësim apo të jepte fetva dhe ndaloi që të fliste. Pra
deri në kohën që vdiq ky prijesi El Mu'tasim, dhe siç tham, mbas kësaj të Imam Ahmedit, ai domethënë filloi të toleronte shumë. Pra mbasi ndodhi sprova me Imam Ahmedin, që Imam Ahmedi i qëndroi, i palëkundur, Mu'tasimi më pas filloi të toleronte. Edhe nuk është marrë më me atë sprov, thjesht, i ka penguar, sikur se ka burgos Imam Ahmedi në shtëpinë e vet, që s'kishte drejt me dhënë fetva, edhe tjerë. Njerëzit në atë kohë në përgjithësi, mbetën të privuar nga dija që kishte Imam Ahmedi dhe nga mësimet e vet, dhe nga mësimet e Imam Ahmedit. Pastaj Allah i lartësuar me mirësinë e vet, nëpërmjet khalifës El Mutawakkil, bëri që kjo fitne të shuhej. Ky khalif e nderonte shumë Imam Ahmedin, e thirri pranë vetes, e nderoi dhe i dha shumë dhurata. Mirë, po Imam Ahmedi refuzonte që të merrte, çdo gjë që ai i jepte, nuk pranonte Imam Ahmedi asgjë për atyre dhuratave, edhe preferonte të qëndronte modest. Si përfundim o vëllezër, nëse nuk është kuptu, kjo histori kur tregohet, pra nuk është thjesht një histori që ne e tregojmë si diçka që ka ndodhur, edhe sa ngjarje të bukura. Për këtyre historive ne marrim mësime. Ndërto është se ky besim dhe kjo akide ka nevojë për burra që ta mbrojnë. Ka nevojë për burra të sinqertë që e duan Allahun, e duan profetin sallallahu alaihi wasallam dhe kënaqësinë e Allahut e vendosin mbi çdo gjë. Edhe nuk lëkunden nga kjo fe. Nga mësimet e tjera që përfitohen është se kjo thirrje dhe kjo qëndrueshmëri ka nevojë për dije. Këto imamllar dhe këto dietar nuk i bën dot ball kësaj sprove, vetëm se kishin dije vëlla. Qoftë ato që i qëndruan, qoftë ato tjerët që u lëkundën, ama në fund nuk u lëkundën nga besimi i tyre, edhe pse goja tyre dëshmoi diçka që ato nuk doshin, edhe zemra tyre nuk ishte e qetë me dëshmu. Mirë, po në fundit zemra tyre ishte e qetë se Kurani është fjala e Allahut e zbritur dhe e pakrijuar. Kështu që qëndrueshmëria ka nevojë për dije. Dhe dija ka nevojë që të jetë rrënjosur. Dhe çdo musliman duhet me pajis veten e vet me dije të mjaftueshme, aq sa i duhet për të larguar dyshimet. Nga mësimet e tjera që përfitojmë prej kësaj është se muslimani duhet bëj durim. Pra çdo gjë, o vëlla, kërkon durim. Çdo vepër, çdo gjë që ti të bësh kërkon durim. Dhe muslimani do sprovohet. Edhe ai i cili është në fenë sakt ka për të sprovuar. A nuk thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ashaddu an-nasi ibtila'an al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthal. Njerëzit që më shumë sprovohen në këtë tokë janë profetët, pastaj ato që janë më të ngjashëm me to, qoftë në fe, në dije, qoftë në devotshmëri. Njeriu ka për të sprovuar dhe dëshira e Allahut që besimtari të sprovohet, se kështu del në pah kush është i sinqert, kështu Allahu nxjerr njerëz, domethënë që i ka dalluar nga të tjerët. Dhe nuk duhet që besimtari të jetë i tillë që kur gjërat janë mirë, atëherë ai e beson Allahun ashtu siç Allahu kërkon. Dhe e thot dhe e shpreh besimin e sakt ashtu sikurse duhet me u shpreh. E ndërkohë që vjen sprova më e vogël, fillon lëkundet dhe ndryshon atë gjë që e beson, për Allahun dhe për fenë e tij. Besimtari gjithmonë duhet të jetë i palëkundur. Mirë, po kjo, sikurse tham, kërkon dije dhe kërkon që muslimani ta di këtë fakt që mund sprovohet njeriu në fenë e vet dhe që t'i mbështetet Allahut për t'i bërë ballë sprovave që mund t'i vinë në besimin e tij. Edhe ai person, që sikurse tham, lëkundet, është shenjë e besimit dobët dhe bindjes dobët. Pra nuk e ka bindjen e duhur, nuk e ka formuar bindjen e duhur për këtë fe.
dhe bindja, gjithmonë sikur se tham, me kërkim ditërisë, me mbështetje Allahut, me afrim Allahut të lartësuar, pra me ibadete dhe me nafile dhe me dua. Kaq për sot o vëllezër, nëse ka një pyetje, një paqartësi, një shtesë, Allah shpërblet mira, subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.